Në qendër të Tiranës, në zemër të Tiranës, ndodhet godina më historike e Shqipërisë. Në fakt, përveç qenit godina më historike, ku kanë kaluar fazat e rëndësishme të historisë Shqipërisë, viteve 1920 deri aktualisht, ajo është dhe godina numër 1 e librit të adresave të Republikës Shqipërisë. Dhe e dini pse, sepse në vitin 1925, kur nisi aplikimi i adresave në Shqipëri, godina numër 1 u vendos ajo ku ishte kuvëndi dhe njëkohësisht presidenti i Republikës së Shqipërisë. Pra kjo godin këtu, po cila është historia e godinës? Në vitin 1914, një prej njerëzve më të pasur Tiranës, Zia Bej Toptani, banonte në një shtëpi të vogël në këtë drejtim. Për arsye të rritjes pasurisë tij, fuqizimit shumë të madh, ai vendosi të ndërtonte një godinë të dytë me një arkitekt austro-hungarez. Godina u ndërtua në vitet e luftës dytë botërore dhe është pak ashtu kjo që është sot pa shtesën e bërë më pas ku ndodhet kuvëndi i Shqipërisë. Në vitin 1918 deri në vitin 1920 godina u pajis, por Zia Bej Toptani nuk hyri kurrë në të, sepse në shkurt të vitit 1920 qeveria e Kongresit Lushnjës mbriti në Tiranë dhe nuk kishte ndërtesa me përjashtim ndërtesës së nën prefekturës ku vendos në atëko Ministria e Brendshme, nuk kishte më godina për qeverinë. Atëhere kjo godin e Zia Bej Toptanit, që ishte godina më e madhe e Tiranës dhe e para godinë ndërtuar me arkitekt në Tiranë, u përshtat për seli e parlamentit, seli e kryeministrit. Në vitin 1920, parlamenti i Shqipërisë u vendos në katin e dytë, ndërsa kryeministri i Shqipërisë dhe ministri i Brendshëm në katin e poshtëm. Ndërkohë, këto janë shkallët e hyrjes, cilat janë shumë të famshme për arsye të martesës së mbretit Zog. Por çfarë ka pasur veç këtij, pra veç faktit të qenit godin e parlamentit? Historia e godinës është shumë interesante. Në vitin 1920-25, në katët e poshtme ishte zyra e kryeministrit dhe në katët e sipërme zyra e parlamentit. Debatet e famshme mes Fan Nolit, Ali Këlqyrës, Ahmet Zogut, debatet e viteve 20-24 janë bërë në këtë godin të kuvendit të Shqipërisë. Ndërkohë që në vitin 1925, presidenti i Republikës Shqipërisë u vendos këtu, në atë kohë Ahmet Zogu. Në vitin 1928, godina u bë pallat mbretëror. Ajo psoi një ritransformim plot nga një arkitekt shqiptar dhe një arkitekt austriak, u mbyllën shkallët në daljen e asajane dhe u hapën këto dy shkallë, ku shfaqet dhe martesa e mbretit Zog me Geraldinën, pamjet famshme, zakonisht ata zbresin në këtë, dhe ndërkohë ka dhe shumë pamjet tjera të pallatit që e tregojnë atë në momente të ruajtjes nga rojet. Pjesa e oborrit ishte shumë përtej godinës së Toptanit sotëm dhe shkonte deri në godinën, në pjesën e monumentit Sulejman Pash Bargjinit. Ndërkohë që dera është po kjo, sikur se thash, në vitin 1925, kur u vendos që ti ishte sistemi adresave numrin 1, pra godina me numrin 1 në gjithë Shqipërinë u bë kjo godinë. Sot është monument kulture i kategorisë parë. Nga vitin 1929 deri në 39, pra ishte pallati mbretëror i Zogut. Në vitet 39-44 e shërbeu për pushtuesit italian, ndërsa nga 44 deri në 46 si kryesi e Këshillit Antifashist Nacional Shqiptar, që në një farë mënyre ishte zëvendësuesi presidentit të kohës. Nga viti 46 deri në 62 u bë presidiumi i Kuvendit Popullor, pra selia e presidentit në kohën e komunizmit Shqipëri, dhe nga viti 1972 është Akademia e Shkencave të Shqipërisë. Pra prej 54 vitesh është Akademia e Shkencave të Shqipërisë. E gjithë godina është siç ka qenë, dera është autentike, unë po hy brenda tani për ta treguar me më shumë detaje. Kjo është pjesa qendrore ku ndodhen monumentet e akademikëve kryesor. Në pjesën e djathtë timen është biblioteka, që ishte dhe zyra e kryeministrit të Shqipërisë në vitet 1920-1924, por gjaku është ende origjinal, mbi të gjitha tavani, është shumë interesant, është po ai që ka pasur në zyrën e tij, fillimisht Sulejman Delvina dhe sidomos në 2 vitet 1921-1923 që Ahmet Zogu drejtoi si kryeministër i Shqipërisë. Edhe dyert janë origjinale, nën të ka bodruar. Pjesa më interesante është që Ahmet Zogu në shkurt të vitit 1924 ishte duke dalë nga kjo zyrë, ku sapo kishte ndërmarrë një takim relativisht të gjatë me konsullin britanik në Shqipëri, Ayres.
Ajres që ardhur nga Durrësi i bëri një takim me kryeministrin, ndërkohë që në katin e sipër kishte debate shumë tensionuara midis Fanolit, Avni Rustemit dhe Ali Këlqyrës, Shefqet Vërlacit dhe personazheve tjerë politik të Shqipërisë. Ndërkohë që Ahmet Zogu ishte duke u ngjitur në sallën e parlamentit për të marrë pjesë në bisedime, eksaktësisht në këto shkallë, Beqir Valteri, një djalë i ri nga Mati, e qelloi atë nga mbrapa duke i shkaktuar 2 plagë në kofsh dhe në krah. Vet atentatori u mbyll në banjat e poshtme, ku u rrethua nga xhandarët e Zogut dhe shkëmbeu pushk, siç quhen atko, me Osman Gazepin, një prej rojeve të xhandarmerisë shqiptare, derisa u arrestua. Ahmet Zogu vazhdoi të ngjiste shkallët me pikat e gjakut që siç thotë Qerem Bej Vlora i rridhin. Ky është njëherë do ta vazhdoj rrëfimin për Ahmet Zogun, kjo është tani godina e plot. Kjo ka qenë hyrje e dikurshme, ndërkohë që kjo hyrje u mbyll dhe u la vetëm hyrja e përparme, e cila ka 2 dalje dhe këtej u rihap një derë tjetër. Pra, Ahmet Zogu vijoi të ngjitej, kjo është pamje Pallatit Prezidencial 25-26. Vazhdoi të ngjitej në këto shkallë dhe u vendos në sallën e parlamentit, e cila ndodhej në sallën përballë. Ndërkohë që këtu aktualisht sot është busti i Gjergj Kastriotit Skënderbeut, Jodise Paskalit, kopja e parë, e bërë me rastin e 25 vjetorit të shpalljes së pavarësisë Shqipërisë në vitin 1937. Është busti me pamjet më tipike që ne kemi po quaj tiparet që ne i veshim Gjergj Kastriot Skënderbeut. Kjo është pjesa e Akademisë së Shkencave aktuale. Kjo ishte salla, por sikur se thash, Ahmet Zogu heci në këtë drejtim për të futur në sallën e parlamentit. Salla e parlamentit ishte në këtë derë dhe në këtë derë sot janë mbyllur në 2 zyra të veçanta, në atë kohë kanë qenë në një zyrë shumë të madhe. Ky është parlamenti i asaj kohe, midis cilës mund shihni disa nga personazhet më të rëndësishëm të kohës, Dom Dremjeda, Ad Gjergj Fishta, Luigi Gurakuqi, Bari Omari, kush është stërgjyshi im, Bajram Fevziu. Ndërkohë duhet jetë diku edhe Zogu, kam përshtypjen në qendër, ja Ahmet Zogu, po ashtu në qendër, Ali Këlqyra, disa nga njerëzit më të rëndësishëm, Dimitër Kacimba, disa nga njerëzit e rëndësishëm të Sali Vuciterna, disa nga njerëzit e rëndësishëm të asaj kohe. Ahmet Zogu qëndroi në seancë, ai nuk pranoi që të ndërpriste bisedimet, më pas u mjekua dhe u dha dorëheqjen si kryeministër. Gjë që çoi pasaj në përplasjet e vitit 1924, qershorit vitit 1924. Në 1925-ën, sërish si president i Republikës, Zogu u vendos këtu. Ai zgjodhi këtë zyrë këtu, e cila mbetet siç ka qenë. Më pas, ajo u bë zyra e mbretit Zog, ku të gjitha fotot që mund ta shihni atë në zyrë janë eksaktësisht në këtë zyrë. Një balkon u mbyll, u kthye si një lloj po i quaj plateje, ku ai priste njerëzit e rëndësishëm. Sot është zyra e kryetarit të Akademisë Shkencave. Kjo ishte pjesa ku ai qëndronte dhe ku mund ta shihni një foto të famshme me Continciano dhe njëkohësisht Sulzberger, një nga botuesit amerikan të New York Timesit, e ka takuar këtu për herë të fundit në vitin 1938. Siç thot ai, një perde e madhe që e ndante pjesën e këtejshme, u shkel pa dashje dhe i ra ati në kokë. Janë edhe pjesa e tavaneve është origjinale. Sot godina është një godin e kategorisë së parë dhe është një prej godinave më të rëndësishme që Shqipëria ka historike. Kjo është pjesa e katit të dytë, kur sikur se thash, zhvilloheshin mbledhjet e parlamentit, zyra e mbretit, e presidentit dhe e mbretit, zyra e presidentit pasur komunistë Shqipërisë, dhe ndoshta parlamenti më i mirë nga ana cilësore që Shqipëria ka pasur ndonjëherë.